ora shënon 18:24 minuta. Kanë kaluar 24 minuta eksaktësisht nga orari zyrtar i thirrjes së kësaj proteste. Kujtojmë edhe një herë se protesta, të paktën nga informacionet që ne kemi mundur të kemi, është se do të mund të mbahet sipas policisë së shtetit kanë vetëm 3 orë në dispozicion për të bllokuar bulevardin dhe më pas duhet ta lirojnë atë. Nuk e dim nëse do ta respektojë kjo forcë politike dhe gjithë opozita këtë orar të përcaktuar dhe të vënë nga ana e policisë së shtetit, por dim që protesta ka nisur diku te 24, nuk ka nisur ende, po zoti Berisha ka lënë serinë e Partisë Demokratike diku te 24 minuta pas orarit zyrtar të thirrur nga opozita. Ina, qofse më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë tani. Po. Atëherë ka nisur prej disa minutash marshimi i Sali Berishës dhe mbështetësve të tij, si kundërdhej deputetëve të tjerë drejt kryeministrisë. Jemi fare pranë momentit ku do të bashkohemi me pjesën tjetër të protestuesve, të cilët kanë mbritur përpara kryeministrisë në protestën e parë kombëtare të Partisë Demokratike pas disa protestave që ka zhvilluar te kryeministria të cilësuara foltore. Këto është një protestë e cila vjen në një kohë kur akuzat ndaj Edi Ramës, kryeministër i vendit, si kundër edhe për Belinda Ballukun kanë arritur një nivel mjaft të madh, jo vetëm akuza politike, por edhe akuza nga vetë drejtësia, të cilët zëvendës kryeministren Belinda Balluku e ka nën hetim. Të paktën është kjo situata aktuale ku mbështetës Partisë Demokratike thrasin emrin e Sali Berishës, e kanë pritur përpara oborrit Partisë Demokratike dhe tashmë numri i mbështetësve që shoqërojnë atë janë duke u bashkuar me numrin e madh të protestuesve të tjerë të cilët janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pra është ky marshim dhe do të shikojmë se si do të vijojë kjo protestë, ka fjalime, kjo është e sigurt, ka pak fjalime e më pas do të ketë edhe pra fjalime nga kreu i Partisë Demokratike, deputet edhe të rinj gjithashtu, të cilët pra janë gjithashtu pjesëmarrës në këtë protestë. Është momenti kur protestuesit e tjerë janë duke pritur deputetët e Partisë Demokratike, ndërkohë që ka pasur edhe hedhje kapsollash që prej momentit kur nisi edhe marshimi atëherë është kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili do takoj dhe po tenton të takoj militantët mbështetësit e Partisë Demokratike. Dhe tashmë nis marshimi drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Po, ka brohorima të shumta dhe qytetarë të cilët duan të takojnë zotin Berisha, po Osman, e kuptojmë është e vështirë disi edhe për ty sepse je duke përshkruar po ashtu në këmbë zhvendosjen nga selia e Partisë Demokratike drejt bulevardit. Shohim pra që ka një numër të shumë të qytetarëve, këto janë pamjet e drejt për drejta nga bulevardi. Ka shumë qytetarë të cilët kanë interes të takojnë zotin Berisha, pavarësisht faktit se ai mundohet të takoj tek tuk nga ndonjë nga protestuesit dhe mbështetësit e tij. Bodyguardët e tij janë duke mundësuar një lëvizje të qetë të tij nga selia e Partisë Demokratike drejt bulevardit përpara kryeministrisë. Duket se është afër zoti Berisha me kryeministrinë, shohim. Ka zgjedhur të përshkruaj në këmbë zoti Berisha ditën e sotme zhvendosjen ndryshe nga herët e tjera në 5 foltoret e mbajtura nga Partia Demokratike, ku zoti Berisha nga shtëpia e tij është drejtuar bulevardit. Sot ka lënë serinë e Partisë Demokratike, ka mbajtur ndoshta një takim të shkurtër atje
edhe ndoshta dhe udhëzimet e fundit që mund të ketë dhënë për atë se çfarë do të ndodhë në këtë protestë kombëtare të ditës së sotme të thirrur nga opozita. Edhe pak minuta më parë ka lënë sterinë e Partisë Demokratike. Dhe shohim që ndodhet shumë pranë bulevardit përpara kryeministrisë për t'u bashkuar mbështetësve, protestuesve dhe tjerë në këtë protestë kombëtare të thirrur nga opozita. Shohim zotin Noka, po ashtu zotin Luciano Boçi, kryetari i kësaj force politike, përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike dhe jo vetëm eksponentë të tjerë, zotin Blik Bashi, pash ndoshta në një moment. Ja tek shohim dhe disa pankarta, po një nga ato është ajo që ju pat në këto momente të zotit Rama dhe zonjës Balluku. Ka një arsye të fortë pse duhet protestuar, ka thënë zoti Noka pak minuta më parë në lidhjen që kemi patur edhe komunikimin që kemi patur me të. Ky është momenti, po kujtojmë edhe një deklaratë të zotit Berisha që ka bërë ditën e sotme pak përpara nisjes së këtij marshimi dhe kësaj proteste që do të bëhet, ku ka theksuar se duhet të rrëzojmë Edi Rama. E nëse kjo nuk ndodh, do të shkrihet opozita. Do të shohim se çfarë do të ndodh me këtë protestë dhe seri protestash të tjera të cilat do të vijojnë, ka thënë zoti Noka. Do të ketë një revolt popullore. Nuk e di nëse do të mund të mendojmë se çfarë do të ndodhë, se çfarë duhet paramendojmë me revolt popullore, nëse do të ketë një qëndrim të opozitës në bulevard, me ndoshta grevurie, ndoshta me akte dhune. Ky është një skenar i pa, ndoshta jo i bërë publik nga ana e opozitës, por do ta shohim se çfarë do të ndodhë hap pas hap. Jemi të vendosur me këtë qëndrim tonë, ka thënë zoti Noka, po edhe profesorët e tjerë, po edhe zoti Berisha, po ashtu në galet e tij të përditshme tani më edhe në komunikimet që ka patur edhe takimet me elektoratin e tij. Protestat do të vijojnë. Kam vidur zoti Berisha shumë pranë podiumit, paktën aty kënd shohim që kam vidur, ka shumë proforima, mbështetës të tij, i qeshur zoti Berisha dhe mundohet hera herës të përshëndesë dhe takoj apo të jap dorën disa prej mbështetësve.